këtë edicion do të ndiqni. Seanca konstituive e legjislaturës së 11 të Kuvendit të Kosovës mbahet në javën e parë të gushtit. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës sot e vendosi Kosovën në nivelin portokalli të sigurisë. Mbrojtëset anësore të dëmtuara në disa ura po vlerësohen rrezik për qytetarët. Përshëndetje. Po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Legjislatura e 11 të Kuvendit të Kosovës e dalur nga zgjedhjet e 7 qershorit, për herë të parë pritet të mblidhet në javën e parë të muajit gusht. E para e vendit Albulena Agjiu tha se gjatë të premtes do të bëhet publike edhe data mbajtjes së seancës konstituive. Afati kushtetues për konstituimin e Kuvendit të Kosovës përfundon me 7 gusht. Presidentja në detyre Kosovës Albulena Agjiu njoftoi se seanca konstituive e Kuvendit do të mbahet në fillim të gushtit, por që këtë të premtë do të bëhet publike edhe data. Ajo do të mbahet në javën e parë të muajit gusht, edhe të premtën besoj do ta bëj njoftimin se kur saktësisht do të mbahet kjo seancë. Tutje Agjiu deklaroi se u kalon hapësirë partive politike për të arritur një marrëveshje në zgjidhjen e çështjes së presidentit. Kam vlerësuar që është e rëndësishme që t'u japim hapësirë dhe kohën e nevojshme partive politike në mënyrë që të arrijmë deri te një marrëveshje për ta zgjedhur presidentin ose për ta tejkaluar situatën që e kemi për momentin. Ndërsa njohës të çështjeve kushtetuese kanë vlerësuar se mosthirrja e seancës konstituive brenda afatit të parapar mund të jetë rezultati i kalkulimeve politike. Sipas tyre, procesi i konstituimit të Kuvendit nuk duhet të pengohet nga negociatat politike, ndërsa zvarritja e këtij hapi po shihet si përpjekje për të fituar kohë në funksion të arritjes së marrëveshjes për formimin e institucioneve. E Adnan Rustemi, deputet nga Lëvizja Vetëvendosje, është shprehur se duhet të kemi vullnet dhe qasje konstruktive nga opozita. Unë uroj që partitë politike opozitare të kenë hequr dorë nga kjo qasja 18 muajshe të destruktivitetit dhe të bllokimit të procesit të krijimit të institucioneve dhe nëse veç kanë hequr dorë, natyrisht jam i bindur që do të gjendet një zgjidhje. Por duhet të ketë një minimum vullneti tek opozita e që maksimumi i gatishmërisë sonë që është i pranishëm do ta mundsoj një marrëveshje. Kosova rrezikon të shkojë sërish në zgjedhje nëse Lëvizja Vetëvendosje nuk arrin marrëveshje politike për të siguruar minimumin 80 votat e nevojshme për zgjedhjen e presidentit të ri. Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Vigan Qorolli thot se preferoi një marrëveshje me LDK-n, por sipas tij janë në pritje të zhvillimeve të brendshme në këtë parti, pas kërkesave për shkarkimin e kryetarit Lumir Abdigjikut. Menaxhimi i situatës nga STUI dhe shirat të rrëmbyeshëm kërkon vëmendje të shtuar dhe veprime parandaluese. Eksperti i emergjencave Tahir Ahmeti thotë se është shumë e rëndësishme që qytetarët të lajmërohen me kohë për çdo ndryshim apo përkeqësim të motit. Kosova gjatë gjithë ditës së sotme është në nivelin portokalli të sigurisë duke paralajmëruar shi, breshër, stuhie, bubullima. Kështu citohet në postimin e Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës. Ndërkohë eksperti i emergjencave në Kosovë, Tahir Ahmeti, vlerëson se paralajmërimet e hershme janë shumë të rëndësishme për qytetarët dhe të njëjtat nuk duhet të ngjallin panik. Paralajmërimi i hershëm nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës si institucioni qendror i paralajmërimeve për ndryshimet hidrometeorologjike në Kosovë nuk duhet të merret si panik nga qytetarët, mirë po duhet të merret si një paralajmërim i hershëm dhe i dobishëm për qytetarët e Kosovës në mënyrë që edhe ata të jenë të informuar për çfarë do ndryshime hidrometeorologjike në këtë rast për këto stuhi që ndodhen ditëve të fundit. Eksperti i emergjencave Ahmeti vuri theksin edhe te komunat, që sipas tij ato duhet të jenë të përgatitura me planet e emergjencave. Komunat në këtë rast duhet që të kenë planet emergjente apo dokumentet e vlerësimit të rrezikut në mënyrë që ata të bëjnë vlerësimin e rrezikut për fatkeqësitë natyrore në atë komunë ku janë, pra të shohin se çfarë rreziku mund të vjen. Në këtë rast edhe mund të jemi duke folur për stuhit.
Ky është për komuna, ndërsa edhe institucionet qendrore duhet gjithmonë të investojnë në parandalim, qoftë në rritjen e kapaciteteve të resurseve humane të ekipeve emergjente apo edhe në mjetet dhe pajisjes. Referuar për mbytjeve të fillim vitit, Ahmeti tha se gjithmonë duhet të punojmë në pastrimin e lumenjeve dhe të bëjmë përgatitjet e duhura që asnjë stuhi të mos na gjejë të papërgatitur. Për fatkeqësitë natyrore duhet gjithmonë në vazhdimsi të jemi të përgatitur dhe të punojmë, sepse fatkeqësitë natyrore ne nuk mund i dalin, ato janë të paparashikueshme dhe mund të ndodhin. Mirë po gjithsesi që institucionet dhe edhe qytetarët duhet të jenë gjithmonë të përgatitur që kur të ndodhin pasojat të jenë sa më të vogla. Kujtojmë se nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës është kërkuar nga qytetarët që gjatë stuhive të shmangin qëndrimin në ambiente të hapura, të mos strehohen nën pemë të vetmuara pranë shtyllave elektrike ose objekteve metalike, të mbrojnë automjetet dhe pronën nga breshëri dhe erra të forta, si dhe të tregojnë kujdes të shtuar në komunikacion për shkak të dukshmërisë së reduktuar dhe rrugëve të rrëshqitshme. Mbrojtëset anësore të disa urave të dëmtuara prej kohësh vazhdojnë të mbesin në gjendje të njëjtë. E frika për ndonjë rrezik të mundshëm, sidomos nga rreshjet dhe stuhit, vazhdon të mbetet prezente tek komuniteti në komunën e Gjakovës. Mungesa anësoreve mbrojtëse në disa ura po paraqet rrezik për qytetarët dhe drejtuesit e automjeteve. Në disa pika të qytetit, këto ura janë pa barrierat e nevojshme sigurie, duke e bërë kalimin më të pasigurt. Ura e Firzës është një prej rasteve ku mungojnë mbajtësit anësore, duke lënë skajet të urës pa mbrojtje. Gjendje të ngjashme paraqet edhe ura në rrugën Fatmir Kërleshi, ku në njërin anë nuk ka fare mbajtëse, ndërsa në anën tjetër ekziston vetëm një pjesë e shkurtër e mbajtëses, e cila nuk e mbulon të gjithë gjatësinë e urës dhe është dëmtuar. Ndërkohë edhe ura në rrugën Hysen Mehmeti vazhdon të jetë pa anësore mbrojtëse, duke rritur pasigurinë për qytetarët që përdorin këtë pjesë të rrugës. Situata bëhet edhe më shqetësuese këto ditë, ku vendi është përfshirë nga moti paqëndrueshëm në rreshtet të dendura dhe stuhi. Në këto kushte, kalimi në këto ura bëhet më i rrezikshëm për qytetarët, pasi mungesa e anësoreve mbrojtëse rrit mundësinë e rrëshqitjeve dhe aksidenteve. Pavarësisht rritjes ekonomike dhe të ardhurave në vitet e fundit, Shqipëria mbetet një ekonomi ku një pjesë shumë e madhe e burimeve financiare përdoret për sigurimin e ushqimit. Në një raport të publikuar nga Monitor, shqiptarët gjatë vitit të shkuar shpenzuan për ushqime mbi 3 herë më shumë se vendet e BE-s. 1/5 e gjithë ekonomisë së Shqipërisë përdoret vetëm për blerjen e produkteve ushqimore. Shqipëria është vendi me peshën më të lartë të shpenzimeve për ushqim në raport me ekonominë, duke lënë pas jo vetëm vendet e Bashkimit Evropian, por edhe të gjithë rajonin. Sipas Monitor, në vitin 2025, shqiptarët shpenzuan për ushqime një shumë të barabartë me 20.4% të prodhimit të brendshëm bruto. Raporti thotë se pesha kaq e lartë e shpenzimeve për ushqim tregon se familjet shqiptare vazhdojnë të shpenzojnë pjesën më të madhe të ardhurave për nevojat bazë, ndryshe nga vendet me ekonomi më të zhvilluara, ku një pjesë më e madhe e buxhetit familjar shkon për arsim, shëndetësi, transport, kulturë dhe argëtim. Dallimi me Bashkimin Evropian mbetet i madh. Mesatarisht, vendet e BE-s shpenzojnë vetëm 6.2% të prodhimit të brendshëm bruto për ushqime, mbi 3 herë më pak se Shqipëria. Në rajon, pas Shqipërisë, renditet Mali i Zi me 19.9% të prodhimit të brendshëm bruto të shpenzuar për ushqime, pasuar nga Bosnia e Hercegovina me 19.1% dhe Maqedonia e Veriut me 17.9%. Ndërsa Kosova nuk është përfshirë me të dhënat të veçuara në raportin më të fundit të Eurostat. Në raportin e oftalmologjisë në Gjakov, krahas vizitave, bën edhe ndërhyrje operative, duke mos përjashtuar këto edhe 3 injeksione të cilat aplikohen tek pacientët me sëmundje të syrit. Shefi i raportit, Dr. Hasan Muadri, thotë se në baza ditore angazhohen të gjitha shërbimet të jenë sa më të mira për pacientët. Syri i njeriut konsiderohet kamera më e përsosur natyrore e krijuar ndonjëherë. E përkujdesin ndaj tij, raporti oftalmologjik në Spitalin Isa Gresa në Gjakov, përveç vizitave dhe diagnozave të zakonshme, merret edhe me ndërhyrje më të ndërlikuara.
tek ne, kryen operimet të ndryshme, qoftë operimet e kataraktës, të ergjumit, halacionit, si dhe disa lloj të operimeve tjera. Gjithashtu, në kuadër të operativës, neve i aplikojmë edhe substancat intravitreale të patologjive të retinës, domethënë sidomos këtu hyn retinopatia diabetike si patologji më e shpesht që është këtu këtë në raportin tonë, ku i aplikojmë faktikisht për momentin kemi 3 lloj të injeksioneve intravitreale që i posedojmë për momentin, që thirren anti-VEGF, janë Avastina, janë Vabizmo edhe Bevacizumab. Që gjitha këto, domethënë, i aplikojmë këtu në raportin tonë. Muhatri kishte edhe një thirrje për pacientët. Qytetarët e Gjakovës të mos i neglizhojnë vizitat e rregullta oftalmologjike në mënyrë që një diagnostifikim sa më i hershëm na mundson neve që të ruajmë një shikim sa më të mirë për ta. Kujdesi për shëndetin e syve përmes kontrollave të rregullta mjekësore, ushqimit të shëndetshëm, mbrojtjes nga rrezet ultraviolet dhe kufizimit të lodhjes nga ekranet është thelbësor për ruajtjen e shikimit gjatë gjithë jetës. Krijuesi Bardhyl Oseku ka sjellur sot një prurje të re në letërsi. Libri nga shërim u promovua në hapësirat e bibliotekës Ibrahim Rogova. Nga folësit e pranishëm, libri u vlerësua si një punë produktive dhe më shumë vlerë. Libri sa i radhës. Në një atmosferë ku fjala mori jetë përmes vargjeve, Biblioteka Ibrahim Rogova mblodhi dashamirës të letërsisë për promovimin e librit të tretë me poezi nga shërim të autorit Bardhyl Oseku. Kritikuesja e librit Elizabeth Going u shpreh nderuar që ishte pjesë e këtij rrugtimi letrar, po ashtu ajo recitoi edhe një poezi të librit, atë që e kishte prekur më së shumti. Sot si recensente është nder edhe letrar, por edhe personal. Sepse libri nga shërimi është zhvillimi i poezisë që kushton çështjeve edhe letrar, edhe personal. Edhe si vetë shkrimtare dhe lexuese e flakt, kam prit me padurim këtë vellim të tretë të poezisë të zoti Bardhyllit. Mallz mbesës sime vështirë kam të di pranvera ja luzoj syt mallzës apo mallzë pranverës. Pas vargjeve të librit qëndron edhe një dedikim i veçantë për vajzën e autorit, një lidhje fort emocionale, cila u theksua edhe nga profesoresha letërsisë Migena Arllati. Nga shërim, e merr titullin nga vetë poezia me titullin Nga shërim, të cilin poezia i ja kushton rrezes, dashurisë zemrës, bijës, e ku ka më të shenjtë se sa bija. Por kështu është jeta. Jeta është si një stacion i vazhdueshëm në të cilën ne gjithmonë lëm një të mirë, gjithmonë lëm një mbres, gjithmonë lëm një kreaturë, një krijesë. Krijuesi Angel Berisha kishte disa fjalë për autorin. Erdhi në kulturë pas lufte, erdhi shumë drejtues. Ai ka kaluar jetën me dhe dashuri, me letërsi, me lexueshmëri, edhe me familjen e tij që është po ashtu karakteristike në Gjakovë, ka qenë kontribuese të gjitha konave për të ardhur sot të liria. Autori nda emocionet e kësaj dite të veçantë, duke treguar dhe çfarë dëshiron që lexuesit të gjejnë brenda faqeve të librit. Emocionet për promovimin e librit janë të thella për shkak se njerëzit që mirën me shkrime promovimin e librit e krahasojnë me lindjen e një fëmije. Lexuesit që e kanë një prirje dhe e kanë shprehur gjatë jetës së tyre një dashamirësi ndaj librit, ata sigurisht që mund ta prejtojnë edhe ta interpretojnë sipas mënyrës së tyre, por unë jam përpjekur që të shpërfaq brendin time edhe të reflektoj të lexuesit. Besoj që edhe lexuesit do ta kuptojnë shpirtin tim dhe do të marrin diçka, por edhe ta interpretojnë ashtu siç ata e ndijnë. Nga shërim është ark e kdhendur plot me xhevahir, u tha mes tjerash në këtë ngjarje kulturore.
Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndami të ndjekim edhe njerë titujt kryesor të këtij edicioni. Seanca konstituive e legjislaturës së 11 të Kuvendit të Kosovës mbahet në javën e parë të gushtit. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës sot e vendosi Kosovën në nivelin portokallit të sigurisë. Mbrojtëset anësore të dëmtuara në disa ura po vlerësohen rrezik për qytetarët. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.